Mirë se merdhe Çlieta. Mirë se të gjeta, e dashur. Faleminderit që e pranove dhe ftesën. Ishte kënaqësi. Më thuaj një çik, të kthehemi pak në kohë, le të themi. Ti e ke filluar karrierën tënde, le të themi, muzikore shumë vite përpara, megjithatë në fillim ke dalë si mis apo jo? Po, si modele dhe si mis. Dhe Kam pastaj dalë në moshën 14 merja pjesë në sfilata mode, nëse mbaj mend, pastaj në 15 vjeç kam marrë pjesë në Miss Shqipëria. megjithatë një pjesë e madhe e publikut kam përshtypjen që të mban mend me këngën e famshme Tequila. Po, unë kam kënduar, kanë kaluar shumë vite dhe si mbaj mend as. Kam kënduar në këngën magjike të parë në 99 me Dr. Florin. Kemi qenë të dy, me këngën Orët e jetës. Kam qenë 14 vjeç në klasë 8 atëherë. Por klipi jot i parë? Klipi i parë ka qenë 18 vjeç, sapo e kisha mbushur kënga e Tequilës, që është shoqëruar bashkë me album. Ka ardhur një çik provokuese për atë kohë. Ndoshta disa tabuën dhe të patyren në Po, e Shqipëri. vërtet është, e vërtet. Shiko, është për t'u habitur sepse në atë moshë brenda vetes time akoma ndoroja të bëhesha Sailor Mooni. Edhe shikoja kukullat në shtëpi. Pastaj në darkë kisha orarin tim të preferuar që shikoja revistat e Max dhe Pirelit dhe ndoroja të isha si Megan Gay, ka qenë një nga modelet më të famshme të asaj kohe. Edhe mundosha të kopjoja ato kur fillova të merresha me karrierë pastaj me foto. Gjithmonë pretendoja të bëhesha si Megan Gay dhe pozoja si ajo. Kështu që nuk ka qenë një gjë jo e menduar, ndoshta shumë këngëtare sot apo artiste të tjera të fushave të ndryshme i bëjnë gjërat me paramendim sepse i gjejnë gjërat gati. Ndërsa brezi jon ka qenë pak më ndryshe, kanë qenë brez pak më ndrimtar, më e pasion, kanë qenë gjërat atëre. A ke pas ti një moment në gjithë këto vite karrierë, gati 15 vite apo jo? 15. Ke pas një moment të vështirë, ndoshta një lajm që mund të jetë publikuar, a ka pas një lajm që ty mund të ketë lënduar shumë, për shembull diçka që është thënë për ty, por nuk ka qenë e vërtetë? Ka shumë lajme në tërë të vite që unë si mbaj mend, po që sot ishte diçka që do veçoja ka qenë ndoshta një lajm që patën shkruar kur unë kam qenë shtatzan me Fernandon dhe doja ta deklaroja vetë atë lajm, se mezi prisa ta deklaroja. Dhe gazetat e kishën marrë vesh një javë përpara se unë do bëja intervistën, po, dhe kishën bërë një shkrim jo të këndshëm në fakt. Për këtë arsye, po ndoshta kjo ka qenë ajo që më ka mërzitur ndoshta në pjesën time të karrierës. Pastaj gjërat e tjera nuk janë gjëra që nuk më kur je person publik i me parasysh çdo gjëja. Në kohën kur ti ke filluar karrierën tënde muzikore, në fakt nuk ka patur shumë, le të themi, vajza që guxonin me pamjen e tyre dhe guxonin të dinin jashtë kornizave që ne ishim mësuar të shihnin. Ndërkohë që tani, le të themi, tregu ka ka gjithë pak më gati, nga Brazili. Ne kemi hapat e para dhe a mendon që ka konkurrencë më shumë në ditët e sotme, si është tregun shqiptar? Konkurrencë ka pasur dhe atëherë. Dhe pse kanë qenë më të pakta, le të themi kemi qenë 3-4 veta, tash normalisht janë shtuar më tepër. Unë ndoshta nuk e ndjej, nuk e them as për modesti, as për mendimace, se nuk është në tipin apo në natyrën time. Nuk e ndjej sepse kam shumë vite dhe ke krijuar emrin tënd, le të themi. Kam ato timen edhe nuk, më thon, është një gjë kush del e para në stilin e vet, mbetet unik në stilin e vet. Kush del mbrapa mbeten gjithmonë kopje të shumtuara. Kjo ndodh me gjithë këngëtarët që kanë dalë unik në stilin e vet. Kështu nuk e kam ndjerë të gjën tek vetja ime. Unë kam ndjerë një gjë tjetër kur jam rikthyer tash në karrierë pranë pas 3 vjetëve pauzë, që tregu ka ndryshuar shumë dhe ka ndryshuar edhe stili i këngëve. Kjo po, është një gjë që e kam ndjerë tek vetja ime. Më kjo shkëputja ime 3 vjeçare, kam kuptuar që ka ndryshuar shumë lloj gjërash në gjithë sistemin artistik të këngëtarëve. Profesionalisht, ku e sheh veten, le të themi, vitet do kalojnë, diku mbas 20 vitesh. Si do të jetë Çlieta? Si e ke menduar të paktën? Do jemi gjyshe seksi. Po kënga do vazhdoj të jetë me ty? Se po bëja shaka. Po tash unë do këndoj 60 vjeç, mund këndoj për qef në shtëpi. Po jo në beklipe. Do të bëhet Fernando i famshëm edhe do vazhdoj rrugën e mamit. Fernando ka vesh muzikor, por nuk besoj të jetë i prirur për muzikë. Të ketë atë pasion, ndoshta mund të ditë këndoj për qefin e tij, po edhe unë në fakt nuk do kisha qef t'ja ushqeja këtë gjën. Unë gjithmonë kam përfituar djalin tim të bëhet sportist. Sportist? Po, megjithatë është mbetet gjithmonë në shijen e tij. Futbollist apo? Se kam menduar se çfarë konkretisht. Se konkretisht, ja. Gjithë më thon futen në tenis, është sport tim që s'pëlqen fare, po thonë futen në tenis sepse është sporti më i që është paguhesh më shumë, thonë, edhe është më i kollajti. Po që unë vetë kam qef shumë me
kickbox me një gjë të tillë kështu. Po. Wrestling. Po wrestling është i bukur wrestling, por wrestling nuk është i frikshëm. Jo, ato e bën thjesht show, madje është sport ndër sportet më të lehta me sa di unë. Dhe bën thjesht show, bën dhe shkolla aktrimi për ta aktruar sikur ushtrojnë dhunë në skenë. Po le ta zgjidhet vetë, ai është i vogël akoma, kështu që ka. Pse jo mos mund bëhet edhe një inxhinier, një prokuror. Si ka ndryshuar jeta jote tani që Fernando ka ardhur në jetë që nga lindja e djalit? Le të themi që kur jam bërë me djalë, kam thënë ok, kam jetuar kohë deri tash. Është komplet tjetër gjë jeta është. Dhe është një gjë e vogël që ti sjell në jetë, është e vetme gjë që të përket ty në këtë botë, sepse dhe jetën tonë nuk e kemi të përjetshme, po fëmija të duket se kur e ke gjën tënde të përjetshme. Dhe rritja e fëmisë, dashuria që merr është nuk kanë fjalë ta shpjegoj dot. Të mungon ndonjë gjë nga jeta jote më parshme, single, jo, pa angazhime? Unë kam shijuar edhe shtatzanin, madje kam shijuar shumë. Edhe me Fernandon kam një të njëjtë që kam pasur, nuk është se jam e kushtëzuar, le të themi, nuk është se kam bërë një jetë duke dalur, duke bredhur çdo fundjavë, që të them jam kushtëzuar tash nuk dal edhe nuk bredh. Unë dal një herë në muaj, një herë në 2 muaj kur kam qef unë të dal dhe kam mundësi me këtë alë sepse kam mamin që më ndihmon shumë. Kush po t'i bie telefonit? Është pa emër, Ingrid Gjoni që ka. Ingrid Gjoni. Vazhdoni të frekuentojnë bashkë, keni një sigurisht që po. Sigurisht që po, patjetër. Duke ju rikthyer një çik edhe temës që ishim, çfarë mungon në jetën tënde tani? Për të plotësuar, apo je e plotësuar? Mendoj se një 70-80% jam e plotësuar. Tash fundi e mira nuk ka fund asnjëherë, kështu që nuk nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë pyetje çfarë mund më mungonte në jetën time. Në fakt s'u mungon asgjë, një femër zakonisht kur bëhet nën, ndihet shumë e plotësuar në jetë. Po një beb tjetër nuk do ta doje për shembull? Po, do ta doja. Unë kam mundur të bëj 3 fëmijë në jetë, 2 djem edhe një vajzë, po. Tash që jemi dobësuar, kemi marrë pak veten, kështu që kur të bëhet Fernando një 5 vjeç, ndoshta do ta mendoj seriozisht të pjesën në një djalë tjetër. Më trego pak dhe për projektet e tua muzikore. Çfarë do ndodh me Çilietën në muzikë? Çfarë na pret për 2016-ën? Unë jam duke marrë për momentin me një këngë të re. Në shkurt mendoj shpresoj të vi një klip të ri. E ke përzgjedhur se cila do të jetë kënga? Jo, në fakt kam disa alternativa, kam gati një 10 demo në dispozicion për të zgjedhur cilën këngë duhet të bëj. Po mendoj se do ta ritmika apo do të jetë ndoshta Jo, sigurisht që do jetë ritmike, është këngë ritmike, kështu që atë po pres të zgjedh çfarë stili do sjell këtë herë. Edhe shpresoj në shkurt të vi me një klip të ri vetëm këtë herë. Pastaj në mars kam një bashkëpunim tjetër prapë. Ke ndërmend të bësh një album, ndoshta një përmbledhje, si janë planet? Në fakt kam një 30 këngë që i kam në repertoar dhe faktikisht kam menduar të bëj një përmbledhje me gjithë këngët e mia, më hitën në gjithë këto vite karrierë. Është një projekt i afërt? Po, është projekt i afërt, besoj këtë verë do ta bëj. Duke ju rikthyer pak edhe Fernandos, si është marrëdhënia juaj? Të lodh shumë se është një çike prapë, më duket, edhe pse shumë fëmijë dashur. Ai është shumë i prapt, ka një energji të tmerrshme si fëmijë, por që një herë e shoh dhe them, "Qyqa, unë kam bërë këtë, më duhet kam vëlla të vogël, sikur e kam çunin tim." Është i dashuruar mbas meje. Përveç unë ndar atit që është fëmijë, po dhe ai është i dashuruar shumë mbas meje, çohet në mëngjes, më puth, më ledhaton. I them unë, i kujt je ti? I mamit time. Çaj ke mamin ti yll bote, po thua. Komplimentat i pas. Po, kemi një marrëdhënie shumë të mirë bashkë deri tash. Kush kujdeset për të gjatë kohës që ti mund të kesh një koncert apo nuk e di, po xhiron ndoshta një klip? Te klipi i fundit e kisha gjatë gjithë kohës në xhirime me vete, në fakt. Po, unë kam mamin që më ndihmon, kam edhe një babysitter, e cila jeton me ne 24 orë. E kemi si njeriu në shtëpi, le të themi, që më ndihmon në rritjen e djalit. Ti je shuar si një vajzë që del jashtë kornizave. Në fakt, ti aktualisht bashkëton apo jo me partnerin tënd. E ke menduar pjesën e martesës të bësh ndoshta pak më tradicionale apo do ja lëm kohës këtë pjesë? Po gjatë në jetën time erdhën aq shpejt. Dhe më thënë unë kisha 3 muaj me Kristin, që ishëm të dashuruar bashkë dhe në kryet e 3 muajve unë ngela shtatzan me dashje, nuk është ishën një që të pa dashje. Dhe gjatë erdhën aq shpejt ose që nuk u mendua fare as kjo dasma,
Pastaj partnerët shqiptar nuk është se janë si partnerët shqiptar që kanë ato partnerët e huaj, nuk janë si partnerët. Se bëra lëmsh dinja. Nuk është se janë si meshkujt shqiptar që janë tipik më të dasma tradicionale, janë pak më ndryshe në. Nuk e kam diskutuar ne me Krisën temën e dasmës, por që nuk është se na bezdis ky fakt. Nuk është se kemi një marrëdhënie, le të themi, një familje tipike shqiptare që neve jetojmë 24 orë bashkë dhe nuk shkëputemi në asnjë moment. Ai dhe ne kemi, unë dhe ai kemi një jetë që ai ikën dhe vjen, në rinë 3 muaj, ikën 2 muaj, sepse është me punë gjithkohon, ka impenjimet e veta. Po Fernando si e ka marrëdhënien, në shumë i lidhur me teatrin? Ai është përveç se është kopja e babait vet në total në paraqitje. Vërtet. Edhe në natyrë. Fernando do më shumë teatrin se sa më do mua. Ndoshta sepse ty të ka 24 orë prandaj, po ose kur vjen ai tërbohet fare, pastaj sa ai sjell edhe kështu makina, motorra e gjëra edhe. Interesantgjime pak fjalë. Juliet, shumë faleminderit për kohën tënde. Ishte kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve.